Duke shumë cool, shumë me këtë bluzën, sa bukur. Tani, Shtita. përgjigju pyetjes, Ha. do t'isha më i lumtur nëse? Nëse do dilja me fëmijët të kënaqesha. Me fëmijët dhe të kënaqesha? Po, me Një fëmijët. ide tjetër nuk e ket, kisha ku di unë se çfarë. Po të kisha një shtëpi për shumë në Vlorë. Pse s'është bukur? Po, shumë bukur, është gjithë do e donin atë. Po, ne kemi një, po, jo shumë të madhe. Ha, këtë ku e ke, këtë që... Këta e kam unë në hyrje të tunelit, të Llogaras atje, mua aty e kemi hyrjen fantastike. Do shkosh tani, që Patjetër, fillon patjetër, sezoni. ja, po pres të marrojnë shkollën e do shkojmë. Me fëmijët gjithmonë, Gjithmonë kam 10 vjet që rita të djalit tash i porise të gocës. me bashkëshortin, Bashkëshortin e kam pas në teatrin Operës dhe Baletit. Unë vetë kam qenë në bibliotekë, kështu që kemi qenë gjithmonë bashkë. prandaj që e ka që Gjithmonë sportive asnjëherë kështu me fustane, gjithmonë sportive. Edhe nga struktura e trupit, trupi Sa shumë thua jam bukur. unë? Sa thua? Po, 55, ha, Më fani se më ratë fikët. aqje. Unë jam 17. Shi u habi djalka. Dhe me gjuhë huja, Po pa tjetër, ti është në bibliotekë, mos di gjuhë sa gjuhë huja? Anglisht pak edhe shumë pak gjermanisht se na duhesh për. Edhe rusisht, më Edhe rusisht, rusishtën e ke mësuar në kohën e... Jo, unë shkolla ka pas anglisht, kurse unë mësova në punë rusisht, sepse librat ishin të tëra rusisht. Nëse ti më nxjerr mua më njohin të tërë se kam 40 vjet në bibliotekë. Tani, këtë intervistën ti do e shikosh në gjitha platformat e Albana Osmani Production. Mirë. Në Instagram, TikTok dhe YouTube. Kështu që Më shikon mos harro na shohësh dhe na bësh subscribe, okay? Patjetër. Faleminderit. Ju dua shumë.